Natë e hane me datën 29 muj i 5 muj maj, viti 2006, gjindemi në burim ish i Stogu, ku për dëshirë kanë ardhë kolegët kanë Gjemal Kelmendi, violinisti mirënjohur në treven e Prishtinës, së bashku me kolegën tjetër, harmonikistin Bekim Gegurin nga rrethi Prishtinës, ashtu kemi prezent rapsodin shumë të mirënjohur Muhamet Avdin nga fshati Sine, prefektura apo komuna e Burimit, ish i Stogu, nga respekt për këtë rapsod që sjell Milosin e Dervishaj, këngëtarit shumë të mirënjohur kosovar i cili mërgoj në Shqipëri dhe atje vdes në tokën e mem. Unë këngëtari Hamdi Dekaj e bojmë një nej në shtëpinë time në Burim, që të na jetë si kujtim për brezat të arshëm, të kongë që i taj Muhamet Avdia, ashtu edhe në një dy kongë të t'i këndaj, incizusi Muhamet Kelmendi nga Slatina, mirë se kënja ardhë bura në Burim, dhe inshallah gjithmonë për mirë nëzime bashku. Kom edhe dy djemë të mi, Kastriot, Dekaj dhe Aliu, tu prezent. Sono le figlie, no, di Diego. C'è una professione